Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me zyrtar të lartë të këtij shteti duan që serbët e Kosovës ta shohin listën serbe mbrojtëse e mbijetesës së tyre kundër qeverisë së Republikës së Kosovës. Sipas platformës Hybrid Info, që kontrollon dhe analizon faktet, politikanët dhe mediat serbe harmonizuan narrativën e tyre për zgjedhjet lokale. Narrativat kryesore të promovuara nga Beogradi përfshinin zhveshjen e zgjedhjeve nga karakteri vendor dhe shndrimin e tyre në një betejë ekzistenciale, barazimin e votimit për listën serbe me besnikërinë ndaj shtetit serb dhe lidershipit të Vučićit, portretizimin e institucioneve të Kosovës si regjim represiv dhe paraqitjen e Serbisë si garancia vetme për sigurinë dhe të ardhmën e serbëve. Këtu ndihmuan edhe mediumet e Rusisë. Sfidat e dezinformimit ka përcejnë ujërat dhe këtu nuk bën përjashtim Kosova. Kështu deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë Ivo Orav në samitin e paqes dhe demokracisë në Kosovë. Këto sfidat e kalojnë kufijt dhe Kosova nuk bën përjashtim. Sipas gjetjeve të partnerit ton Hybrid Info, dezinformimi dhe ndjenjat nxitëse të tij janë shumë të theksuara, veçanërisht rreth zgjedhjeve dhe çështjeve të sigurisë. Ora vlerësoi rolin e shoqërisë civile dhe gazetarëve, por se theksoi mungesën e nivelit të edukimit medial në vend. Kosova renditet e 40 nga 41 vende në indeksin evropian të edukimit mediatik, që pasqyron një dije të dobët institucionale dhe investim të kufizuar në edukimin medial. Kapacitetet e verifikimit të fakteve mbeten të kufizuara dhe nuk është miratuar asnjë strategji gjithëpërfshirëse kombëtare për edukimin medial. Sipas Hybrid Info, dezinformatat në gjuhën shqipe shpërndahen kryesisht në rrjetet sociale, ndërsa ato në gjuhën serbe kryesisht nga media tradicionale.